Të nderuar dëgjues, të dashur miq, të respektuar ju që po ndiqni këtë transmetim të drejt për drejt në radio televizionin Pendimi, jemi rikthyer në pjesën tjetër të programit Freskia e Mëngjesit, që është pjesa e bashkëbisedimit, që është pjesa e telefonatave dhe si zakonisht i mërkura na gjen me mysafir të ftuar në studio. E si që ju kemi paralajmëruar edhe në fillim të programit dhe në rrjetet sociale të radio televizionit Pendimi dhe më tutje, sot do të jemi me mysafirin e ftuar të nderuarin ilahistin Burhan Ferati, të cilin e përshëndesim. Selamu aleikum dhe i dëshirojmë mirëseardhje në program. Aleikum selam. Mirë se keni ardhur. Mirë se u gjetëm, gjithsesi faleminderit shumë për ftesën që më keni bërë. Shumë kënaqësi. Uroj që të keni mirë shumë dush. Ne posisht përshëndesim edhe dëgjuesit e radio Pendimit. Faleminderit. Përse kalon në çaste të këndshme. Faleminderit shumë, Allah ju shpërbleft që jeni sot në këtë program. Ndjehemi falenderues dhe në emër të gjithë dëgjuesve ju falenderojmë njëkohësisht edhe për kontributin tuaj me anë të ilahive të ndryshme që keni bërë. Po besoj që jeni mirë dhe në shëndet e çdo gjë ka ecur mirë gjatë kësaj kohe. Alhamdulillah. Dhe ndoshta për fillim të kësaj bisede do të kisha menduar që ta nisnim me një pak a shumë një përshkrim tuajin kush është Burhani, që sa kohë ka nisur të këndoj, të interpretoj ilahi dhe që shërdh deri tek ky frymëzim për me u marrë me ilahi. Fillimisht unë jam Burhan Ferati, nga fshati Araqin e Shkupit. Gjithmonë domethënë kam ndru për ilahi dhe rrugtimin tim si ilahist e kam nisur me shumë dashni ndaj fesë dhe dëshirës që ja kam kushtuar Zotit. Me kalimin e kohës, ilahia domethënë u bë pjesë në jetën time, në mënyrë që të shpreh ndjenjat që dalin prej shpirtit për t'i kënduar Zotit. Mashallah. Fillimi domethënë dashuria ime ka qenë kur isha i vogël, domethënë kam dëgjuar ilahi në xhami, në përtubimet ndryshme dhe ilahit më dhënë disi qetësi edhe më kanë mbush në paqe domethënë. Edhe aty e ngjeva veten si ilahist dhe thjesht e mora si obligim që të këndoj për Zotin. Kjo kohë kur keni nisur të interpretoni, të këndoni ilahi, që sa vite u bën? Domethënë ka shumë vite, domethënë më shumë se 20 vite mirë me ilahi. Por për të dalë kështu në mediume kam filluar pak më vonë. Domethënë motiv që kam ka dhënë për me këndu ilahi është edhe vllau im që ka kënduar më herët. Mund të themi ka qenë një ndër prej grupit më të parë nga Shkupi që kanë këndu. Është grupi Nur, i përshëndes shumë vllaun tim, Nezhmi Feratin Hoxh, domethënë është magjistër dhe njëkohësisht punon në Myftirinë e Shkupit si sekretar. Prej atje domethënë duke i dëgjuar ilahit e tyre, fillova edhe unë të këndoj. Edhe vllau im dha kuraj edhe më tha nëse Zoti të ka dhënë zë përdore për hajër. Mashallah. Atje mora seriozisht edhe fillova me këndu me shpirt dhe pash që njerëzit të ngjejnë atë që unë ngjej brenda meje. Sakt. Domethënë frymëzim ose motivim kryesor ka qenë vllau juaj që është Hoxh. Pastaj e mora këtë rrugtim të ilahive, elhamdulillah prej Zotit edhe gjemtë e mi tash e trashëgojnë këtë zhandër, kanë filluar dhe ata të këndojnë ilahit, të cilët kanë edhe në YouTube ilahit e tyre. Po. Amari edhe Fatoni janë gjemtë e mi. Po. Patjetër, pas pak do të flasim edhe për ta. Sepse domethënë duke përcjellur kanalin tuaj prej ilahive, ilahit të cilat po i dëgjojmë veç në prapavi i kemi duke i transmetuar. Fillimet e tua
të marrjes me ilahi, sa kishte vështërsi që të krijonit identitetin tuaj si ilahist, domethënë e kemi parasysh që ka një numër kogja të madh të ilahistëve që interpretojnë ilahi, edhe padyshim çdo fillim ka vështirësitë e veta, por normal. Se mohoj këtë, domethënë ka qenë pak vështirë sepse ilahit nuk janë shumë të përhapura si zhandër, po kohën e fundit elhamdulillah kemi shumë ilahista që këndojnë, edhe jam shumë i kënaqur se domethënë i këndojnë Zotit edhe dikush nëpërmjet ilahive mundet që të udhëzohet, a vjen. Po. Kur e bën prej zemrës, domethënë njerëzit të ngjajnë edhe aty fillon rruga jote me u dallu. Po. Unë jam falenderues që domethënë e kam marrë këtë rrugtim. Edhe pse kemi pas vështirësi, sepse tek ne nuk përfillet mirë ilahit islame, sepse janë të ngarkuar njerëzit me senet ndryshme, domethënë edhe nuk japin shumë rëndësi ilahive, po elhamdulillah kohën e fundit është një përmirësim i dukshëm që edhe ahengjet fetare islame domethënë po bëhen das madhsinë e tij me ilahi, edhe kjo është për mashallah. Cilat janë sfidat që i keni hasur gjatë karrierës suaj si ilahist, domethënë në këtë fushë? Me pak fjalë, a keni hasur vështirësi në gjetjen e bashkëpunëtorëve, qoftë në tekst shkrues, qoftë në realizimin e videoklipeve, qoftë në realizimin e audiove, sepse kjo e lyp një punë kogja profesionale, në krahasim për shembull me këngën, që kënga me instrumente, si me thonë instrumente tërpasere edhe mbulojnë edhe një këngëtar që s'di të këndoj, nëse hym në atë aspekt. Ndërsa ilahia e ka veçanti vetëm zërin e interpretuesit të ilahis, edhe është pak më e vështirë për tu interpretu. Po, domethënë prej mungesës mbështetjes edhe deri te keqkuptime, domethënë ndonjëherë njerëzit kanë për ilahi. Po. Por unë gjithmonë kam pas besim që nëse punon për Allahun, çdo pengesë kthehet në bekim, vjen edhe s'jam mërzit shumë. Them drejtën, është pak se vështirë të qëndrosh në këtë zhandër, sepse duhet të kesh vetë financim, a vjen. Për të bërë projekte ka mjaft shpenzime, edhe tek na kjo është një problem, pasi nuk përkrahet sa duhet. Absolut. Por fal Zotit dashamirëve që më kanë sponsoruar, fillova ndal ngadal, filloj të bëj ilahi dhe videoklipe. Elhamdulillah që kam gjetur njerëz që më kanë përkrahur shumë. Fillimisht e falenderoj shokun tim Mubedin Sulejmanin, i cili pas një problem ka dhënë përkrahje të mëdha të tekstet, domethënë. Më ka bërë tekstet gjithmonë edhe ilahin e parë që më ka bërë buka e nanës kishte, domethënë nuk kisha mjete financiare për ta mbuluar dhe videoklipin. Ai më dha kuraj edhe më tha unë do ta bëj videoklipin pas një shpenzim, gjitha i kej prej meje dhe ma bëri, elhamdulillah. Edhe pse fillimi ishte e bëri ngjëzimin me telefon, po elhamdulillah mirë doli dhe u shiku mjaft nga shikuesit. E këtë falenderoj përzemërsisht, po ashtu edhe kamermanin tim që kujdeset shumë për mu, Abbas Zeka, dhe ai është njëri shumë që më ka dhënë përkraje. Më ka thonë, ti vetëm vazhdo, por pagesë mos e ço mendën. Edhe ajo më ka bërë dyshim që të filloj, të vazhdoj. Po. Në këto moment, domethënë në fillimet e tua të karrierës, i keni pasur këta bashkëpunëtor edhe po vazhdoni prap me këta, apo është zgjeru? Po, domethënë për sa i përket teksteve, domethënë kemi pas Mubedinin e kam pas një ndër të parë që më ka bërë tekste. Domethënë është edhe Mërgim Gashi, kolegu juaj, që është në Radio Pendim, edhe ai më ka bërë disa ilahi. Ndërkohë kemi bërë edhe një album me disa ilahistë nga Kosova, cila është përkrahur edhe ajo mirë. E kemi bërë edhe videoklipin këtu në Shkup me një sofër, domethënë dhe kena përshkruar disi hekat e Gurbeçarit, ku janë 8 ilahi, domethënë 4 janë me përmbajtje islame, 4 me përmbajtje kombëtare. Edhe ka reflektuar mirë ajo dhe fal Mërgim Gashit e bëri me skenar me gjithçka që ishte e duhur edhe e përfunduam, edhe pse kishme vështirësi se
Unë nga Shkupi u desh këtë vi shumë shpesh në Prishtinë për të bërë ato ingjëzime të studio. Po elhamdulillah me punë gjithçka rrihet edhe me përkrajen e mërgimit u realizuar ai projekt. Elhamdulillah. Mirë shumë. Për ilahin që po flisnim, domethënë buka e nënës është në prapavi duke na shoqëruar, por a e flasim pak më gjithësisht çu erdhi ideja e tekstit të kësaj ilahie, çu erdhi ideja e realizimit të kësaj ilahie, specifika pak më të veçanta të krejt. Në këtë temë kam shku direkt i kam kërku Mubedinit sepse unë i kam vëllezrit në mërgim, cilat i përshëndes shumë dhe kjo ishte ideja që ta nisun një se çdo herë kur vinte Ramazani ato nuk ishin prezent në familje. Edhe kjo ishte si ide që ta marr dhe t'i përshkruaj pak vëllezrit e mi se si e çon jetën në mërgim. Po. Se është pak si vështirë atje të Ramazani, sidomos është vështirë të kalohet. Mërgim po Allah i rujt, inshallah vjen dita një ditë kthehen pranë familjes edhe tjetër është aroma e Ramazanit kur je afër familjes. Padyshim. Mirë, kalojmë pak tek çështjet e publikut. Si reagon publiku zakonisht ndaj ilahive tuaja? Ka ndonjëherë ose ka ndonjë moment që ju ka mbështetur veçanërisht në qoftë në media, qoftë në publikime dhe shpërndarje të materialeve tuaja dhe tjera, edhe në aspektin e komenteve, sa janë komente pozitive nga publiku, nga njerëzit që ju ndjekin? Do me thonë, shumë herë njerëzit më kanë shkruar privat, edhe më kanë përkrahur dhe më kanë thonë që kjo ilahi më kanë prek zemër, do me thonë se ka zhandre të ndryshme të ilahive si për gurbet, si për shkurorëzimin, ka për mërgimin, gurbetin, do me thonë, edhe më kanë shkruar njerëz dhe më kanë motivuar, do me thonë, më ke prek në zemër me këto ilahi dhe ashtu, dikush fëmijët më shumë i kam përkras se ata janë, nuk kanë shert madhe dhe më shkruajnë zakonisht, e kam shkruar tekstin tënd dhe kam mësuar përmend ilahin, më jep disi kurajo dhe shpresoj që ata që dojnë e kanë dëshirë ilahin të jenë edhe pjesë e kësaj zhandri. Mirë, në këtë fillim programi, këto minutat e para zakonisht i kemi për bashkëbisedim unë dhe ti, por i hapim linjat telefonike patjetër edhe për dëgjuesit që të na bashkangjiten mbase me ndonjë pyetje, me ndonjë bashkëbisedim, edhe me ndonjë mendim të dëgjuesve tanë rreth ilahive tuaja, sepse rrjedhimisht duke i dëgju kështu në prapavi, po i lexoj edhe statistikat, po shoh që kanë një ndjekshmëri elhamdulillah, po gjatë mirë. Me thënë nuk mendoj që shumica e dëgjuesve tanë veç e ju njohin edhe po e dinë se kush. Po, besoj që po. Do të kisha dash të ndalem specifikisht tek motivimi ose tek llojet e teksteve që paraqisni në ilahit e juaja. Pashtë që keni ilahi me motive kombëtare, pashtë që keni ilahi po ashtu dhe me motive të përgjithshme fetare. Ku e ndjeni veten më mirë? Në cilën lloj të interpretimeve të ilahive e ndjeni veten më komod? Më mirë ndjej veten te ilahit që i kushtoj Zotit, do të thonë. Se vetë fjala ilahi do të thotë ti këndosh Zotit, ti këndosh Kuranit. Ti këndosh pejgamberit alayhis salam, namazit e kështu me radhë. Në aspektin e ilahive fetare që kanë me prapavi ose me tekste që i përkasin aspektit fetar. Normal. Edhe pse kam edhe kombëtare, fillimisht këngën kombëtare që kam për dëshmorët e Araqinës. Do me thonë me përkushtim ja kam bo këtë ilahi sepse ja vlen t'i këndohet atyre njerëzve që kanë dhënë gjithçka për neve që ne sot jemi të lirë. Në ilahit tuaja ose me ilahit tuaja, a ftoheni ose a jeni hapur që të jeni pjesëmarrës edhe për shembull siç e sa këtë më herët tek ahengjet familjare,
tek darsmat islame ose Po, zakonisht po. Zakonisht në dasma islame jam prezent, do të thonë sezonave jemi thujse çdo ditë në Mashallah, ahengje. mashallah. E kam edhe grupin tim, do të thonë nuk e kam të caktuar, po më varet si i kërkojnë ata dasmorët. Po. Edhe shkojmë, rregullisht jemi në ahengje. Edhe në për ceremoni fetare, në për xhami që bëjnë shembull si mevludi, si natat e mëdhaja, marrim pjesë çdo herë. Ha. Dhe falenderojmë që kanë besim që unë dhe më thrasin. Qysh është ndjenja me marrë pjesë në një darsëm ose në një aheng familjar të dikujt i cili ju ka përzgjedhur ju që t'ja begatoni nejen e ti ose gëzimin e ti familjar? Sa e merrni me përgjegjësi këtë rol edhe sa kujdeseni që ta jepni maksimumin në pasi që na japin besimin, dëshiroj që të jem shumë qetë dasmori i kënaqur me mua, sepse jap maksimumin, do të thonë këndoj çfarë të kërkon. Do të thonë edhe jap përshtatmi pak ahengut, jap përshtatmi edhe se çfarë ahengu është, do të thonë ka akika, ka dasmë, martesa, ka sineti, do të thonë edhe kena të përzgjedhur ata ilahi dhe ato këngë që kena miknu në ata heng. Përshtatmi do të thonë krejt rrethanët se çfarë e thonë është dasma. Po. Në Evropë kryesisht organizohen edhe tribuna të xhamive të ndryshme në vende të ndryshme të Evropës, qoftë për arsye të ligjeratave të ndryshme, të mysafirëve të ndryshëm që ftohen, qoftë edhe për arsye të mbledhjes së fondeve për ndërtimin e xhamive të tjera. Sa jeni i pranishëm në tribuna të ndryshme që organizohen në diasporë në Evropë? Do të thonë, për sa i përket këtij fenomeni nuk jam shumë aktiv. Pasi që edhe jam në punë, por nëse bëhet ftesa, pse jo? Kam dëshirë të marr pjesë edhe në vendet evropiane. Sidomos i pëlqej shumë këta që bëjnë këto tribuna, se bëhet fjalë për ndërtim të xhamis dhe bëhen fondacion që mblidhen tolla për një xhami. Këto më pëlqejnë shumë edhe zakonisht çdo kujt që ka bërë organizimi i kam shkruaj, i kam thonë kur bëhet fjalë për kështu mos më kurseni se vi dhe nuk e kursej as pak kohën për kësi raste. Mashallah. Kam marrë pjesë në një hat me Kur'anin kur bën në Austri në Vels. Do të thonë aty kemi kënduar, ka qenë edhe Versan Jahiu, ilahist nga Kumanova. Aty kam marrë pjesë, domethënë për në Evropë. Kuptoj. Mirë, domethënë jeni i hapur për ftesat e tribunave që bëhen edhe mund të bisedoni edhe pjesëmarrjen tuaj. Tamam. Bashkëpunimi me ilahist të tjerë, ilahist po flas të përgjithshëm në trojet tona shqiptare, qoftë Kosovë, qoftë Maqedoni, qoftë edhe në Shqipëri. Keni bashkëpunim që kam shembull në rrjetet sociale në YouTube, nuk kam bashkëpunim. Shumë, do të thonë kam një lajm me Nafidan Miftarin, ndoshta e njihni me grupin Nusretit që është tani. Po. Me atë kam një duet me Ilir Rexhen nga Ferizaj Kosovës, e kam një lajm për Ramazanin. E tash në të ardhmen inshallah këtë fund vit shpresoj të i kem një ilahi me një bashkëndus që këndon ilahi dhe ai ku e përshëndes shumë vllaun Farimanin. Sa mirë, mashallah. I kemi do të thonë në proces një ilahi, një është cover, një është e re. E inshallah do i bëjmë publike shpejt. Po. Ndërsa tek ilahit që janë duke u punuar personalisht nga ju, kemi diçka të reja që do të dalin në ditët në vazhdim ose në javët në vazhdim? Po, janë disa lej nga grupi Nur që i kanë bërë cover. Do të thonë një është një tekst që më ka shkruar muftiu i Shkupit, Kenan Ismaili. Edhe ajo është për babën bëhet fjalë. Për sakrificën e babës. Ku më ka shkruar me përkushtim dhe do të thonë ka qenë në vendet e shenjta në Mekë në kohën e Haxhit kur më ka shkruar këtë tekst dhe më ka dërguar, më ka thonë e kam shkruar me zemër këtë tekst dhe dëshiroj të këndoni. Edhe pse u bë pak vonë, nuk e mora pak të isha me punë i zan, po tash inshallah
do të bëjmë, domethënë këtë Ramazan do të ketë edhe shumë projekte të reja. Sa mirë. A keni ndonjë kriter, ose cili është kriteri me të cilin ju I përzgjedhni tekstet nga tekst shkruesit? Me pak fjalë, a ka ndodhur raste që keni refuzuar tekste nga dikush që ju është dukur si teksti pa përshtatshëm për ta interpretuar? Këtu e kam pak si vështirë, po kur nuk më pëlqen teksti, domethënë I them edhe më vjen pak rand, po domethënë më kupton ai tekst shkruesi që më shkruan. Edhe domethënë gjejmë një gjuhë të përbashkët dhe nuk s'ka pse të dhlohemi para të sen. Tamam, jo, absolut, me siguri kjo është përzgjedhje e dyanshme. Mirë, po aprovon që të ndërhysh në tekst, për shembull, thjesht ndoj varg ta shtosh ose ta ndryshosh ose të heqësh. Po ka ndodhur shumë herë, po me pëlqimin e tekst shkruesit se nuk kam dëshirë të hi në hak. Domethënë problemi është krejt te vija melodike. Nëse nuk I flen teksti mirë vijës këndimit, domethënë duhet ndryshohet dhe një fjalë. Tamam. Po, për shkak të bëjmë bashkë dhe domethënë e rregullojmë. E kuptoj. Në jetën tuaj ju keni domethënë edhe 2 djema, po, që këndojnë ilahi. Po, I kemi 2 djem ilahi. Mashallah. Njërin e kam atë më I madhi është në fazën përfundimtare të kryerjes së hifzit, Kuranit përmendsh. Mashallah. Këtë fund muaj inshallah edhe e kryin inshallah hifzin. Allahumma amin, inshallah e kryen, mashallah, shumë mirë. Po, inshallah. Tek fëmijët e keni gjetur me pak fjalë ju ka ardhur si imponim nga ana juaj, apo fëmijët vetë kanë shpreh dëshirën? Po them drejtën, vetë kanë pas dëshirë të këndojnë. Okej. Edhe kanë po që I kanë talent, edhe kur shkojshin të njerë në studio për të bëjë ilahi për vete, I fut që ati pak se do të ta shoh çfarë talenti I kanë ato në studio. Edhe më thanë pse mos I kanë talentin, pse nuk I fut edhe këto në këtë. Mashallah. Edhe kanë dëshirë, shoh që I kanë dëshirë shumë. I kanë 3 ilahi të vetat, një e kemi së bashku. E mirë, ka shkuar edhe ajo, janë përkrah shumë. Alhamdulillah. Mirë, po patjetër të gjithë dëgjuesit, se po e shoh që po shkruajnë është e hapur lidhja telefonike, po mund të thresni kushdo që keni dëshirë, domethënë të bëni pjesë e inkuadrimit, njëkohësisht edhe mund të dërgoni pyetje me shkrim, çdo që ta ndjeni veten më komod dhe më rehat. Për shembull, një prej pyetjeve të ardhura me shkrim thotë kështu: Selam aleikum, thot ju përshëndes juve në studio dhe mysafirin, faleminderit që e keni ftuar Avni dhe faleminderit mysafirit që ka pranuar ardhjen në program. Thot desha derisa po flisnit thotë ju në program, unë e përcolla disa ilahi nga ai. Një gjë që do t'ja jepja si vërejtje, shpresoj të mos ma marr për të keq, thotë ilahit të cilat I ka me vegla muzikore, pse nuk I bën edhe pa instrumente? Dhe me thonë, jemi edhe me këtë në konsultim, dhe me thonë, jam në plan, dhe me thonë, duhet t'i bëj edhe kështu vetëm me vokale. Okay. Po inshallah do të ndodhë së shpejti, sepse ka shumë angazhime, dhe me thonë, tash unë në vend se të vazhdoj me projekte të reja, të kthehem mbrapa t'i përpunoj këto qera, dhe me thonë, marrin pak kohë, po e kam edhe këtë në, dhe me thonë, në mendjen e kam aty se duhet t'i bëj edhe pa muzikë, se me të vërtetë më kanë sugjeruar edhe vëllezërit qerë që më kanë shkruar privat, më kanë thonë shumë ilahi të mira, shumë tekste të mira, po veglat muzikore disi po e bëjnë pak ma tragjike. Edhe pse mendimi im është se, domethënë, edhe pse ka vegla muzikore, nuk ka domethënë dhe një problem që nxit diçka të bësh vepra të këqija ose diçka se janë meloditë të këndshme. Këtë e kam pa dhënë se nuk është shumë problem I madh, po domethënë nëse kërkon dëgjuesi, edhe ata që më përkrajnë, domethënë duhet t'ja plotësoj dëshirën, nuk është asgjë diçka. Është e mundshme që të realizohen edhe pa instrumente muzikore, sepse ka asnjë problem. Ndoshta dikush I shumë për këshillën. Përshëndes dëgjuesin kushdo që shkon vëlla apo motor. Po. Faleminderit. Patjetër një tjetër dëgjues me shkrim ka shkruar kështu, thotë selam aleikum, thotë ju përshëndes juve dhe mysafirin në studio dhe gjithë stafin e radio televizionit Pendimi. Do ta ka mundësi me pasi numër të kontaktit të musafirit, sepse e kam një aheng familjar në synë e tij,
se ka mundësi një numër privat, do t'ju përshëndes nga Zvicra. Okej, po, besoj se pas emisionit do t'ju kaloj numrin e mysafirit edhe do të keni mundësi të kontaktojmë. Po problem. Thirrje telefonike kemi? Mirë. Selamu aleikum, mirë se erdhët. Aleikum selam, mirë se ju gjetëm. Përshëndetje për juve dhe për mysafirin e juaj. Faleminderit, Allah është përbleft për... Përshëndetje edhe për juve. Faleminderit. Unë mas pari ju përgëzoj juve vëllav, nëse dhe më thonën e keni një punë shumë të mirë dhe aveden çdo kujna jep një hapësirë për ndrejtimin e vet me fol, edhe keni dhe më thonë temat ndryshme, ju përgëzoj për punën që e bani ju, se me të vërtet jeni i shkëlqyer në profesionin e juaj. Allah është përbleft, faleminderit shumë. Amin, bashkë me juve. Në radhë tjetër e përshëndes mysafirin tuaj, vëlla Burhani, nëse s'gaboj. Po. E përshëndes dhe përgëzoj për Faleminderit shumë drejtimin e gjithashtu. tina që e ka. E sa i përket, për shembull, bashkëbisedimit se e bat jo, edhe unë të ishta më ndërlidhë që atë se me të vërtet, për shembull, ata se janë ilahista, unë për shembull, hala nuk kom andë nuk kom lansu në ilahis për vëlla Burhani, ose si motrat Burniku, ose si kush do kof në ilahis tjetër, po kom këndu për shembull në qysh prej e vogël në xhami se edhe për Bajram se u përgatitshëm, na përgatitve hoxha, edhe unë kom pas për shembull na i na kanë me grop, ama i na kanë të përzgjedhne 3 persona, unë edhe 2 shoqet mia, se na përzgjedh ke hoxha na loke ilahin vetë. Për shembull unë në ilahi, ato shoqet mia kanë ilahi, tani grupi u bashkan gjithë. Po mos më zgjat shumë, po duhet të ndërlidh të kjo se that për shembull është në Tadin edhe ndëgjuesi të tjerë se me të vërtetë është shumë problematike, për shembull, edhe zor është për me këndu ilahi se e cektë edhe vet ju për shembull edhe një javë se s'din me knua i shkon ja rregullojnë zonin atë në studio dhe e çet një këngë. Po. Çfarë do ajo këngë patriotike ose çfarë do koft. Po. Sa i përket kësaj pjesës tjetër se erdh mesazhi për shembull me shkrim se për shembull për vegla muzikore po na e dim për shembull se elhamdulillah gjithë jemi musliman e dim për shembull se nuk lejohet me vegla muzikore, po për shembull ka dhe vegla muzikore se edhe Muhamedi alayhis salam i ka leju për shembull sikur tarabuki, sikur defi pa çampare, abedin është një sen që lejohet, edhe na nuk mujna me thon për shembull tash më xhu abedin me thon jo se s'ban. Asesina neve nuk na lejohet të shtojmë në fe por as të hiekim nga feja. Po, për çfarë do të thonë që as mujna me jek, as mujna me shtu. Nëse është ndalune, po nëse është e lejune, na smujna me thosë tarabuki lejohet, për shembull, defi pa çampare, po to pani po. Atëhera edhe nëse janë çeto për shembull si melodi e pjesë e ilahijës, për menimin tim nuk është kur gjë diçka me bën wow. E kuptoj. Krejt ky konstatimi juaj e ka ndonjë pyetje në prapavi apo thjesht vetëm deshet të ndërlidhesha në këtë çështje që po ndërlidh dhe bile bash deshta me i thon vëlla Burhanit se edhe unë këndojna për grupe, unë tash nuk po çona me thon se au jam më e mirë, unë thash se halo nuk më lancu asnjë ilahi për shembull në YouTube ose dikon, po në xhami se kum këndu, edhe në për grupe se këndoj, ju e dini vëllavni për shembull se kemi në grupet e tona. Po. Mu më kanë thonë për vetë mirë këndon, tash s'po them se jam më e mira ose se ka ilahista edhe më shumë se sa, më të mirë se sa one. Po, hiç kisha pas qef me ditë aveden me një studio ku muj më drejtu one, se me të vërtet kam dëshirë për me bë ilahi. Okej. Mirë. Patjetër besoj që do ta marrësh përgjigjen për ta lënë linjen e lirë për të tjerët, për shpresoj që do ta dëgjoni në mesazh. Allah ju shpërblet të dyve, inshallah dëgjojmë me të mira se na. Allah ju shpërblet edhe juve, faleminderit shumë për telefonatën. Aleikum selam. Faleminderit. Dëgjuesja domethënë pa të theksin më shumë tek një studio që do t'ja kishit sugjeruar për të realizuar ilahi edhe motra që ishte në linje. Do të thonë unë ilahi që i kam bë fillimisht kam fillu me studio Plisin, ilahin e parë që e kam bë, dhe më thonë në Shkup, dhe më thonë me pronar Gjejm Buçi është ai kompozitori. Po. Pastaj kam bë te studio NP Records, Nusret dhe Florat Gashi. Pastaj kohën e fundit që jam te Ardian Kastrati, pasi që tash ka ardhur prej Prishtinës, dhe më thonë është në Shkup, e kam pak më afër. Dhe atje i bëj ilahi. Ja kisha sugjeruar këto 3 pika. Kudo që shkojnë janë të mirë, edhe inshallah has në vendin e duhur. Po ajo mendon që e gjen vetë. Allahumma amin. Mirë shumë. Tek mediat
edhe ilahit do të kisha dashur të ndalim. Okej, përjashtimisht mediave islame, domethënë siç është radio televizioni Pendimi dhe mediat të tjera islame, në mediat të tjera a gjejnë hapësirën e nevojshme qoftë ilahistët, qoftë ilahit të cilat për të transmetuar në ato media sipas mendimit tuaj? Sa është përkraja e mediave për ilahistët? Do me thonë kanë përkrahur gjitha mediat, si televizioni Opoja, RTV Arkiva Islame që është mërgimi atje si udhëhec, edhe Radio Islame është që më kanë përkrahur gjithë. Okej. Do të thonë me pak fjalë vetëm mediumet fetare, por theksin e kisha tek mediumet të cilat kanë të bëjnë me të përgjithshmën, jo me mediumet. Tash para Ramazanit isha në një emision në Prishtinë te ATV-ja. Okej. Ku isha së bashku me gjemtë e mi, më bën e kishin pa atje në YouTube se këndoj me gjemtë dhe më bërën një kërkesë, na kemi mundësi të vini në një intervistë te programi jon Diela me ne. Okej. Dhe e mora si falënderim atë ftesën edhe shkova, do të thonë, e mbajtëm një program. U kalu mirë atje. Shpresoj që në të ardhmen do të ketë edhe ftesa tjera. E kuptoj. Mirë, në të ardhmen do të keni shpresoj ftesa të tjera edhe do të jeni i pranishëm edhe në shumë mediume. A keni pasur ndonjëherë nga ndonjëri prej ilahistëve të tjerë kërkesë për të bashkëpunuar, por nuk e keni pranuar për ndonjë arsye, dhe nëse ka qenë, cila është? Kjo është pyetje prej dëgjuesve, po flas gjithmonë. Jo, do të thonë kushdo që dëshiron të bën bashkëpunim me mua, e mirëpres, dhe do të thonë me asnjërin që këndon, që e ka gjetë veten të këndon, nuk mundem ta refuzoj. Qoftë i mirë apo qoftë i mesatar apo shumë i mirë, nuk e refuzoj asnjëherë se ne jemi njerëz krejsa të Zotit, dhe dikush këndon më mirë, dikush këndon më dobët. Elhamdulillah që e kanë këtë përzgjedhje të ilahive. Edhe nuk do ta kisha refuzuar kushdo qoftë ai, që do ta kisha refuzuar për bashkëpunim. Inshallah. Mirë shumë, nuk e di sa e në gjendje dhe në disponim, por ne në prapavijër pasere po i dëgjojmë ilahive tua, por ta dëgjonim live nga ana juaj do të ishte ndoshta edhe më e preferuar. S'ka problem. Nëse jeni të gatshëm, unë me shumë kënaqësi do ta dëgjoja një ilahi të interpretuar nga ana juaj, sado që ju mendoni. Muhammedin Mekke lindi, popullin islame bindi, predikimin ati filloj, tërë jetën ja kushtoj, predikimin ati filloj, tërë jetën ja kushtoj. Bejtullah hajde të shkojmë, Kjabën e ta vizitojmë, i uruar është ai vend, Allahun duke përmend. Medinën ta vizitojmë, Muhammedi ku jetoj, ta shoh vendin jet kundroj, salavatet i dërgojmë, ta shoh vendin jet kundroj, salavatet i dërgojmë. Bejtullah hajde të shkojmë, Kjabën e ta vizitojmë, i uruar është ai vend, Allahun duke Safa Merve të vrapojmë, ujin Zemzem ta shijojmë, Safa Merve të vrapojmë, Allahu Ekber të jehojmë.
falenderojmë. Edhe në këtë vit unë shkova, por të qërët i përcolla. O haqim qoni selam, se për tja ben zemram tjan. O haqim qoni selam, se për tja ben zemram tjan. Faleminderit. As shpo bleft, mashallah, mirë shumë. Shpërblet e juve. Shumë mirë. Është na e cekëm, domethënë edhe më herët është tepër zhandër i vështirë interpretimi i ilahis. Normal, po. Biles po përcjellja për të ndërlidhur në këtë çështje para një kohe një tip dokumentari që fliste për përgjithsisht për zërat interpretues, qoftë këngës, muzikës klasike, muzikës moderne, mandej edhe kishin marrë si pikë reference që kategoria prej më të vështirave është ilahia. Domethënë për shkak se ajo e ka vetëm një pad poshtë, po flasim për ilahi taman, e ka një pad poshtë dhe gjithçka tjetër është zëri i ilahistit. Normal, po, paqet. Është fokusi më i jashtëzakonshëm. Normal. Okej, mirë. Me sa duket kemi telefonat, marrim në linja. Selamu alejkum, mirë se erdhët. Aleikum selam. Mirë se keni ardhur në program. Mirë se gjetëm. Ju përshëndes juve dhe misafirin. Faleminderit edhe unë ju përshëndes. Keni ndonjë pyetje për misafirin? Po, deshta ta pjesë misafirin se pash se ne dëgjova kush është për momentin. Cili ilahist? M'fal, nuk të dëgjova. Cili ilahist është? Aha, Burhan Ferati është mysafir në studio, ilahisti, po. Okej. Po, kush tjetë pa marrë parasysh, po se ne mora vesh të emrin. Po desha të përshëndes shumë dhe ju uroj shumë suksese. Dhe desha ta pjesë, është pjesëmarrës edhe në përdarsma, kur ka marrë parasysh. Ma shumë edhe në për syneti. Po, gjithashtu edhe në syneti, po. Jeni, po mirë, alhamdulillah, shqira dhe. Kjo është një mirësi e madhe. Pa që të shtë aty pjesë, edhe ju përshëndes, ju uroj shumë të mira, suksese më të tje. Faleminderit shumë edhe për juve. Ku t'jeni Zoti ju ruajt, u dhasht gjithë mirat, juve dhe gjithë familjen tuaj. Edhe juve në studio, avni ju përshëndes gjithë dëgjuesit. Faleminderit, kënaqësi që biseduam, faleminderit për inkuadrimin. Faleminderit edhe për juve, ju përshëndes. Selam aleikum. Aleikum selam. Përshëndesim dëgjuesen nga Tetova. Falenderojmë për pjesëmarrjen dhe për inkuadrimin e saj në program. Miq të dashur, të nderuar dëgjues, së bashku me mysafirin do të jemi edhe për rreth 5-16 minuta të kësaj bisede që do ta zhvillojmë ose po e zhvillojmë së bashku. Dhe do të kisha pasur dëshirë që ta bëjmë edhe një fokus të veçantë mbi ilahit në gjuhë të huaja. Keni menduar ose a jeni zotëruesi gjuhëve të huaja, për shembull anglishtës, dhe a keni menduar që ndoshta të interpretoni ilahin në gjuhën angleze, të i pas parasysh që ndikimi i saj në botës? Nuk e zotojmë gjuhë të ndryshme tjera, për më thonë, po jemi në kontakt me një ilahist nga vendet arabe, ku her pas here kërkon që ta bëjmë një duet në dy gjuhë, arabisht dhe shqip. Mashallah, sa mirë. Edhe dhash Zotin këtë vit në umbre nëse shkoj në janar, do të thonë do të takohem atje, do ta bëjmë paraprakisht këndimin, unë prej këtu ai prej atje, pastaj do që bashkangjesim edhe një videoklip, inshallah. Mashallah. Do të thonë me ilahist nga shtetet e Arabisë, atje shtetet e Arabe. Mirë. Një pyetje nga dëgjuesi Heta, na thotë çka nuk kuptoni me, para se na ka përshëndetur me selam aleikum dhe ju ka dëshiruar mirëseardhje, do çka nuk kuptoni me ilahi.
histori të ndryshme të kuptohet gjithnjë me tekste fetare. Kisha pas dëshirë me e ditë çka do të kisha pas dëshirë që t'ishe pak më konkret, sepse unë personalisht nuk po arrita kuptoj pyetjen. Nëse është e mundur na thrit në linje telefonike, do të ishte edhe më mirë se ta shpjegoni pyetjen, prandaj nuk po vazhdoj ta bëj, sepse po tenton heta ndoshta që të nxjerr në kuptimin e fjalës ilahi, por për ta nxjerr thelbin e këtij asaj çka po dëshironi, do të ishte mirë që të ishit në pjesëmarrje me telefon. Mirë, një pyetje tjetër që ka arritur në studio na shkruan kështu, do të përshëndetje në studio për juve dhe mysafirin, cili është thot numri i dëgjuesve të ilahive tuaja vinë nga Kosova më shumë, Shqipëria apo nga Maqedonia, dhe dasmat e juaja, a jeni më shumë pjesëmarrës në Kosovë, në Maqedonia apo në Shqipëri? Por pasi të marrim telefonatën, atëherë do të përgjigjemi në këtë pyetje. Selamu alaikum. Aleikum selam. Hajde hecë se kuptova pyetjen. Selamu alaikum, faleminderit shumë. Jo, përshëndes, dëshiroj mesazhin në Radio Perëndim. Gjithashtu faleminderit. Ja pyetja ke kështu me ilahi, unë buk falisht deshta me ditë ilahia, a nën kupton lexim Kuranit në thelb apo mund edhe histori, shembull, siç e shkruajta histori të profetëve, të histori shembull kombëtare, a është e specifikuar shembull ilahia vetëm për Kur'an apo mund shembull edhe në aspekte tjera më përdor, siç kemi shembull tek ilahisë shembull histori të figura tona kombëtare. Po. E nën kuptueshme tashti. Domethënë me pak fjalë thelbin e fjalës ilahi. Po, domethënë a është specifikuar vetëm për Kur'an, për apo edhe për histori tjera, shembull lidhur me profetë, me epokën e Islamit të kështu edhe fetare, kombëtare, shembull. Kena edhe plot ilahi tjera, shembull edhe kombëtare, jo vetëm fetare. Po. E kuptova. Nëse jam i qartë. Besoj edhe mysafiri ka kuptu, ne jemi këtu në rregull, besoj. Allahu shpërbleft për sqarimin që na bët. Po, ta priti përgjigjen tani e kam edhe një pyetje pastaj. Mirë, po, më shumë. Faleminderit vëlla për këtë pyetje, domethënë tamam. Ndërkohë tani nëse s'ka telefonata se s'po me pengu. Jo, nuk është asnjë pengesë, patjetër. Dëgjoj përgjigjen nëpërmes telefonit. Faleminderit për pyetjen vëlla. Unë paraprakisht e përmenda për terminologjinë e ilahive. Domethënë vetë fjala ilahi, domethënë mi përkushtu një këndim Zotit. Domethënë Zotit, si për shembull namazit, Kuranit, pejgamberëve, edhe historisë islame, domethënë. Edhe pse tash shumica kanë filluar të këndojnë edhe për gurbet, edhe për figura kombëtare, vlera kombëtare, e kështu me radhë, domethënë kjo nuk hin në atë zhandrin e ilahis. Domethënë ilahia e tham pak e elaboruam se për çka kujt i bëhet. Kërkoj falë për Zotin për to. E tash në bazë të kërkesave të dëgjuesve, domethënë po mundohemi t'ja plotsojmë dëshirat dëgjuesve se kanë dëshirë të këndojmë edhe popullore, domethënë po edhe figurave kombëtare, si për shembull unë që kam ilahin e dëshmorëve të fshatit Haraqin, ku pa hezitim nuk pritoj të këndoj asnjëherë aty, se ato kanë dhënë jetën për sot na të jetojmë plirë. E kjo domethënë hyn vetëm në rangun e këngës. Po na po mundohemi të bëjmë këngë, po mos qenë domethënë këngë shumë të degeneruar, po qenë si lloj ilahi kështu. Okej. Këngë me tekst të mirë, me tekst të mirë, domethënë po. Okej. Dhe pyetja e dytë është nëse më lejohet. Patjetër. Nëse është shembull recitim ose leximi i Kuranit e me kënu për Allahin, për profet, a lejohet me shku me pagesa na për dashëm, na për sunetina për kësi, nëse është nëse di këndohet se me sa dim nëse lexohet për Kur'an ose për Allah, për asjat tani si të kalon na për përfitime, nuk e di sa është e lejueshme kjo.
Okej. Kësaj pyetjes kisha dashur t'i përgjigjem kështu publikisht. Pasi që ne si muslimanë, si shqiptarë, gjithmonë e shikojmë këtë anën negative të ilahistave, se kur bëhet fjalë për dasëm, pse merr një këngëtare edhe e pagun me vlerë shumë të madhe, nuk i dhimbën as pak parët. Edhe pse unë për shembull, po ta them për vete, nuk shkoj me çmim askund. Domethënë, ka përzgjedh mua një person ka dëshirë të bëj aheng familjar dasëm apo se në ti, më ka përzgjedh mu, edhe më kërkon, thot, aje i lirë të vish në këtë datë të unë. Dhe me thonë, unë personalisht nuk i caktoj çmim. Ajo që të tërsen, që ofse t'jep me dëshirë, që aty kesh të dalën, në që ofse... Po jo, normal, se shif, tash ti ke vendosë të bësh aheng, edhe të ftosh komplet, dhe me thonë, orkestër me këndim të ilahive, dhe me thonë, ai ka zërim, duhet pagush, ai e humb kohën, dhe me thonë, pa shpenzime. 4-5 ore shpenzime ka, dhe me thonë edhe tash ju personalisht ose dikush ta lëshon atë papagesë, dhe me thonë, unë këtë nuk muj me shtin logjik se... Shumë mirë të edhe theksove ti shkon, ti nuk lyp çmim, ama ka pi tjerë që ta cakton çmimin, që aty është... Po normal, dhe me thonë, dikush e ka të caktume edhe ti është nëse ti pajtohesh. Dhe me thonë, askush nuk ta imponon. Unë e shembull e kam çmimin 5.000 euro ose 10.000 euro, edhe ta tregoj shembull ti çmimin, ti nëse të konvenon urdhno, po nëse të konvenon askush ta imponon, pa qetër e ki me bë dasmën me Burhan Feratin, apo pa qetër e ki ta bash dasmën me Adem Ramadanin, apo me dikan tjetër. Do të thonë çdo kush që e ka të vlerën e vet, çdo vlerë e mirë paguhet. Do të thonë po flasim tash po të Adem Ramadanin edhe pse inshallah nuk hin gjuna diçka. Unë respektoj shumë Adem Ramadanin dhe shumë është mirë se nuk e nënvlerëson veten. Po do me thonë e ka çmimin e vet personi edhe është në një ndër ilahistët më të mirë të Ballkanit edhe s'di çka të them. Nuk ka dikush që e zëvendëson Adem Ramadanin. E tash kur ta thrash ti Adem Ramadanin me të këndu, ai të jep çmim dhe do me thonë nuk ta imponon. E ka me vetë dëshirë, do me thonë kam qef të ma zbukuron dasmën mu, jap që ka çtolla ose nuk e di çka. Po, pse dikush shembull Pandora ose ajo ose kjo në buzëti që me emrat marrin me shumë atë vlefshme të mëdha, edhe në gjuna po hin. Po e merr, po e bën haram dasmën tonë. Sikur dikush shembull po e bën sunet djalin, sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam po e praktikon, edhe çka po bën? Po e bën çat sunetin haram me muzika me sejnet ndryshme. Që kjo është pak problem se na nuk mundem me vetëdisu derisa nuk i shohim do sejnë ma në rregull. Falë se ti, po më do këtë më keq kuptove se ti shumë mire se ke në fillim. Tha unë e shkoj po çmim nuk lypi, ajo diçka tjetër, mund më thonë tani. Jo, normal. Jo, do të thonë po bisedojmë shumë qejt, do të thonë po të kallzoj vetëm atë realitetin. Po shembull kur e sakton një çmim, shembull po marr parasysh është Adem Ramadani, është Hetem Rahmani, po marr parasysh është mos po i më emna. Po kur e ka sakton një çmim ti, do të thonë aty po shkon pak po kalon se ajo puna sikur në biznes, na dim që normal. Po, atë do me thonë, të ajo nuk po du me im falsës. Profeti a.s. ka thonë që shpërndani dhuratat se dhuratat janë për afrim të njerëzve, ajo kuptohet. Normal ajo është, po. Ka pasur rast personalisht më ka thirr mushteria, më ka thonë e kam një sineti, edhe më ka kallëzu gjendjen që e ka pak ma dot. Do me thonë, vllai kam thonë, ti e pagun zërimin që e bjet që tërkush, jo unë. Ti merru vesh me atë, për sa i përket unë e vi kënoj edhe nuk ka nevojë paguhet kur gjo. Sakt. Po kjo shumë e mirë, pse se ka dallim, unë çaty thash, se ti shembull kur i shkon dikujt ose thunë nuk kam çmim, ti nëse sa do diçka tjetër, ama kur ja sakton, tani ajo po del pak si e kuptosh. Po besoj që u sqarom domethënë me këtë çështje, besoj që jemi. Inshallah pa lëndu askan. Absolut. Besoj që ke përgjigje është konkrete. Heta, Allahu shpërblet. Aleikum selam. Gjithë të mirat. E përshëndes shumë mushterinë edhe pse këtë ndëgjuesin edhe pse pak na shtini pak si fell, po inshallah se kemi lëndu askan. Jo, po besoj që jo. Mirë, po e marrim edhe një telefonat tjetër. Selamu alaikum, mirë se ardhët. Aleikum selam, paraqitjen dëgjuese Pisvicra. Përshëndetje nderuame, si jeni, si kalovat? Mirë. Desha më të lidh në temën e përkthejat vëllain për ilahia si bën. Edhe pak desha të lidhna për këto pagesa se po diskutoj
Si cili jeton, mora do të jetoja, mo kur jeton me halal, me këto këndimet halale, ato halali ka 100%, veç këngëtarët kur i marrë me veç emnim se ta përmejnë ati dush që a i 50 euro. Veç emnim se ta publikon ati në salë me mikrofon, 50 euro jep dasmori, hitë si kupton. Problemi është krejt ilahistat se bojnë pazare me çmimet. Që ajo është krejt problemi. Jo, ilahistat, po ato i kanë halal ilahistat. Normal, i kanë të gjithë ilahistat halal, valla. Se ato kënë këtë fjallë që ka i folin këtë halal. Kuptaj. Për kanë nuk e devijojnë. Absolut. Kjo, si me thonë, kjo nuk është ndërsa tema qendrore e emisionit, prandaj nuk po du shumë të fokusohemi tek kjo çështje. Okej, unë e mirë kuptoj, ose e kuptoj situatën nëse një ilahist ka bo shumë emër edhe tash tipi për shkak që shfrytëzon emrin e vet, shkon më shtrejt se son një këngëtar shumë i shtrejt që është i muzikës popullore. Edhe kjo nuk është e drejtë, mirë po dhe tjetra onë nuk është e drejtë, me thonën hajde tik në ilahite une falë, edhe kjo s'është e drejtë. Po duhet me qenë, mendoj që duhet me qenë çmimi i arsyeshëm, pavarësisht a je më i famshëm ilahist i botës, a je Majer Zaini, a je Sami Yusufi, apo je Avni Lugici që sot ja ke nis me kënu ilahi, apo kupton. Domethënë, duhet me pas një farë kriteri që mas pare je musliman, e masa ne je ilahist, ose masa ne je që ka dush tjetër, hoxha, ase, që mos të hy kësaj teme se kjo është pak e gjanë, domethënë me bo me fillu sqarimet, këtu prekën edhe hoxhallarët, prekën shumë shtresa të ndryshme që her pas here paguhen për shërbime që kryjnë. Adin, okej, duhet me u pagu, jo me u pagu për te bilahit. Adin. Normal. Bukur, e nderuar zonjë, nëse s'keni ndonjë pyetje shtesë jashtë kësaj çështje? Jo, vetë të vazhdoj këtë vllai, Allah është përblej për mundin që jep në udhëzim. Amen, faleminderit shumë. Allah është përbleft. Zoti që i ndihmon në të mirë. Allahumma amin. Faleminderit shumë. Selam aleikum. Përshëndesim dëgjuesën. Desha të kthehemi tek pyetja që e lexuam me shkrim, për shkak se i dham pak prioritet telefonatave. Domethënë dëgjuesi ishte më shumë publiku juaj është Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, darsmat e juaja janë më shumë Kosovë, Shqipëri dhe në Maqedoni. Të rrimte që kjo çështje ta sqarojmë pak? Domethënë, më shumë jam në Maqedoni. Kam pasur edhe dasma në Islamin në Kosovë, në Preshevë, po në Shqipëri ende jo. Okej. Po pse jo, nëse më ftojnë nuk e shoh, domethënë shkoj pa problem. Është e mundur që të shkosh patjetër. Po mundet, po. Okej. Mirë. Është ora 11, jemi në 1 minutë para 11, edhe ashtu kemi premtu, domethënë nuk po të mbajmë më gjatë, nëse domethënë për shkak të angazhimeve tua mbase mund të mos vazhdojmë tutje, sepse zakonisht ju themi mysafirëve deri në 11, po na zgjas her pas her biseda. Ka problem. Edhe për çfarë arsye. Kështu që do të kisha dashur të pagashem një mesazh për gjithë dëgjuesit, gjithë ata që të përcjellin ty, se s'po them fansa, po që të përcjellin ty dhe ilahitet tua, edhe një mesazh që do të kishit dashur t'ia dedikonit atyre. Do të them si mesazh imi do të jetë për dëgjuesit e Radio Pendimit, do të thonë për çdo dëgjues, për çdo kush që ndëgjon, ta kujtojmë Zotin çdo hap. Në gëzim apo në vështirësi, e mos t'i humbi shpresat, sepse çdo ditë është një mundësi e re për të më afruar nga Zoti. Do të thonë njëkohësisht edhe juve ju falenderoj si moderatori i programit, e gjithë dëgjuesit e Radio Pendimit, dhe ju sugjeroj ta ndiqni këtë radio e cila çdo moment na jep mësime, e na i mundson neve të gjithëve ndëgjuesve në diasporë, e në gjithë trojat shqiptare, ku flitet shqip në Evropë, në kudo qoftë. Uroj që të qenë mirë dhe uroj që të ndëgjojnë këtë radio dhe gjithë që nga krijuesi i parë i Radio Pendimit e deri te më i fundit, Allahu t'i shpërblen për çdo mund që e bojnë. Për çdo mesazh që depërtojnë nëpërmjet radio e nëpërmjet televizionit.
Inshallah, nëse do të thonë janë shumë mi njerëz që janë gjejkë. Njëri të plotësohet luqja, do të thonë ajo do të jetë shumë mirë për gjithë ata që i bëjnë këto emisione të ndryshme. Allah ju shpëlbeft. Padyshim, po sigurisht edhe prej anës tonë një falënderim shumë i veçantë për juve që u bëne pjesë bisedës. Faleminderit shumë edhe për juve për ftesën. Uroj që sado herë që keni nevojë për kështu bashkëbisedime, unë jam i gatshëm për çdo lloj emisione. Inshallah në të ardhmen do të kemi prapë ndonjë emision. Unë jam i gatshëm sepse ju respektoj shumë, e ndëgjoj shumë këtë radio edhe në vendin e punës, do të thonë ndëgjoj rregullisht. Elhamdulillah. Faleminderit shumë edhe një herë për këtë inkuadrim. Faleminderit ty. Përshëndetur gjithë ju dhe gjithë ndëgjuesit, veçanërisht veç kush e ndëgjon, e përshëndes dhe Allah qoftë i kënaqur dhe i ruaj çdo njërin nga çdo e keqe dhe i dhash të mira në këtë dunjë dhe në botën tjetër. Allahumma amin, Allahumma amin. Faleminderit shumë. Të përshëndesim, selamu aleikum, me shpresë tek Allahu që do të kemi takime të hajrit të tjera. Selam edhe nga unë. Allahu shpëlbeft. Përshëndesim dhe falenderojmë mysafirin që patëm në studio, Burhan Feratin. I dëshirojmë gjithat mirat, padyshim e falenderojmë që pranoi ftesën tonë të jetë pjesë e radio televizionit Pendimi dhe emisionit Freskia e mëngjesit. Ndërsa ne do ta dëgjojmë këtë ilahi të interpretuar nga Burhani. Pas do të kthehemi me pjesën e telefonatave dhe bashkëbisedimit në radio televizionin Pendimi me ju deri në ora 12 të ditës së sotme të dashur miq. Që këto sprovat na i largosh,